E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një video që në fakt është duke bërë xhiro në rrjetet sociale, që nga nata e mbrëmshme. Natën e mbrëmshme, opinionistët ishin të vendosur në një kënd pak si më në qosh në festën ku bështe dasma e Brikenës dhe Mateos. Është më se normale që të jenë të pozicionuar aty, sepse opinionistët nuk mund të marrin vëmendjen të kësaj feste kur vëmendja duheshte të qëndron tek Brikena dhe Mateo. Por dashuria e madhe që ato kanë krijuar te publiku, me patjetër që Mona nuk do kishte shanca të mos të merrte vëmendjen e këtij ambienti. Tani po përflitet në rrjetet sociale, shoh një moment që Arbër Hajdari dhe Mona e kanë thëritur Mirin tek tavolina për ndoshta t'i dhënë ndonjë lloj informacioni për qëndrimet e tij. Unë mendoj që kjo nuk është e vërtetë. Miri vet ishte ai që afroheshte tek opinionistët, përkundrazi e pash që Arbri ka qëndruar shumë koherent me veten e tij, nuk është marrur shumë me banorët, domethënë ka qëndruar pothuajse gjatë gjithë kohës vetëm, ka qenë tek tavolina e tij, ja ka dhënë vetëm dorën Rogertit, ja ka dhënë vetëm dorën Mirit, nuk është se ka bërë lëvizje që të bën muhabete, të diskuton apo qoftë edhe të ndan mendime me to. Unë mendoj që Arbri është i vetmi opinionist për 5 vite me radhë që nuk e thyen asnjë lloj rregulli brenda në shtëpinë e Big Brotherit kur ka të bëjë me fenomene të këtilla. Arbri e njeh shumë mirë se si qëndron formati, i di shumë bukur rregullat dhe e di shumë mirë se si mund të lexohen jashtë këto lloj qëndrimesh në qoftë se ai merr përsipër të informojë një banor. Unë mendoj që Arbri nuk e ftoi Mirin, por Miri mundoheshte vetë që t'i afroheshte Monës. Pash edhe një moment ku Mona dëshironte që të merr një lëng portokalli, domethënë sepse dëshironte që të bënte vodka xhus, dhe e pash që Miri tregonte atë gentilesën që gjithmonë e ka treguar brenda në shtëpi duke u munduar që ta ndihmon Monën, por edhe Monën e pash pak të mbrojtur në moment sepse nuk dëshironte që banorët e tjerë ta kuptojnë që Mona ka një afrimitet jashtëzakonisht të madh me Mirin, edhe pse është një gjë që në fakt Mona e ka shprehur, nuk është se nuk e ka shprehur në përqendrimet e saj në komente që ka dhënë për Big Brotherin, domethënë janë ca komente që Mona i ka thënë. Dhe unë mendoj që në këtë rast Mona mbrëm ka qëndruar shumë okej, domethënë ka patur komunikimin pothuajse të njëjtë me të gjithë banorët e tjerë, por gjithashtu edhe Arbri ka qëndruar i njëjtë. Nuk më duk që Arbri mori anash dikë, apo i dha një mesazh dikujt, apo i dha një informacion dikujt. Qëndrimi i Arbrit edhe Monikës, unë për veten time do ta kisha vlerësuar me notën 10, sepse kishin qëndrimin siç duhet dhe nuk është se e përdorën këtë moment për të përçuar mesazhe, se fundi a fundit ç'interes ka Arbri të përçojë mesazhe brenda në shtëpi. Unë mendoj që e gjitha kjo kauza që bëhet është vetëm për ta dëmtuar imazhin e Mirit dhe vetëm për ta dëmtuar Mirin brenda në shtëpinë e Big Brotherit.